Vajza erdhi tamam si një dhuratë nga Zoti për neve dhe edhe djali e përjetoi shumë mirë, e pranoi, por sfida jonë ishte a do jemi të drejtë njësoj, a do përkushtohemi njësoj si për djalin dhe për vajzën. Kjo ishte sfidë me veten dhe një angazhim që duhet ishte gjithkohës në vëmendjen tonë për të ruajtur balancat. Fëmijët e tjerë që janë në një familje ku ka fëmijë të tjerë me spektrin e autizmit janë me domosdo janë të ndikuar nga situata si psikologjike dhe gjithë tjerat pastaj me radhë. Por e rëndësishme është psikologjike, sepse dhe ata janë në një tërësni të opinionit dhe të dhimbjes që shikojnë çdo ditë prindrit që mundohen, dhe ata kanë dhimbjen e vet, rriten me këtë dhimbje, por dhe opinioni jashtë që është shumë vrastar. Për shembull, kur vajza ka qenë dhe më e vogël, gjithmonë thoshte, mami mos e nxjerr vllai në dritare kur ai loste jashtë, sepse ma tallen shokët dhe shoqet me të. Domethënë, ajo nuk i kishte probleme me pranimin, ai kishte gjithmonë problemin se mos të reagojnë negativisht të tjerët